Aleanca ka dalë mirë këto zgjedhjet lokale, domethënë e ka rritur stabilitetin, bile edhe i kemi rritur numrat. Neve na vjen keq që ka përfunduar kështu, nëse këta lëvizja vetëvendose se ka pas për qëllim me formu qeveri, sepse e dim se gjatë fushatës zgjedhore ka thonë o krejt o hiq, dhe duke që këta, me qenë se kanë marrë krejt, dolen hiq, atëherë është e pa kuptim gjithë kjo është varritje që ka bu qoftë për zgjedhjen e kryeparlamentarit, po edhe duke mandatuar një mandatar të dytë për qeveri, duke ditur se nuk i ka numra. Domethënë ka qenë zhvarritje e qëllimshme dhe pa asnjë kuptim. Dhe shihni se ku përfunduan, vendi do të shkojnë në zgjedhjet e parakohshme. Zonja Kadria, Aleanca do të shkojë vetëm në zgjedhje apo ka hapësira për ndonjë koalicion? Jo, Aleanca do të shkojë vetëm në zgjedhje, do të garojmë vetë dhe s'do të kemi koalicione parazgjedhore me asnjë parti tjetër. Kurti ka thënë në ndërkohë që Aleanca rrezikon ta kalojë pragun, a është në një rrezik të tillë? Jo, thash ne kemi dalur shumë mirë, Kurti mundet me folë për partinë e vet. Tash në këto zgjedhjet ne kemi rritur stabilitetin, ne kemi fituar ato 5 komunat që kemi pas dhe asnjëherë nuk bëhet fjalë për kalimin e pragut. Këto janë spekulime dhe ndoshta krijimi i opinionit tek njerëzit, gjë që nuk shkon dhe nuk është e konfirmuar, veç nëse i merrni numrin e votave që ka fituar Aleanca në zgjedhjet lokale, ne me këtë numër të votave mundem me siguru dikon mbi 11% e kemi pas përqindjen e Aleancës dhe me këto vota ne jo që rrezikojmë pragun, po do dalim shumë mirë me numër të deputetëve. Zonja Kadria, të falenderoj shumë për kohën që gjetët lidhesh drejt për drejt me ne. Faleminderit edhe për ju për respekt.